Përshëndetje zonja dhe zotrinj dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë MCN Ekonomi. Pak ditë përpara parlamentareve të 11 majit, kryeministri Edi Rama foli për një amnisti fiskale sa i përket borxhit prej 1.6 miliard eurosh që bizneset kanë akumuluar prej vitesh tek tatimet. Por, nga ana tjetër, nga informacionet që kemi, administrata tatimore është duke studiuar mundësitë për vjeljen e këtij borxhi. Dim që tatimet kanë nisur një proces analizimi të borxhit për çdo debi mbi 1.000 lekë dhe se në bazë të analizave të riskut mund të procedohet edhe me sekuestro të mjeteve të debitorëve. Do të flasim mbi këtë temë me zonjën Blerina Gjyriqi, përfaqësuese e shoqatës së biznesit të vogël, kënaqësi që ju kam studio. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu edhe me kontabilistin Iglize Pishta, kënaqësi që ju kam studio. Shëndetje. Zonja Gjyriqi, për ta nisur së bashku, si e shihni që mund të shkohet edhe tek sekuestrimi i mjeteve të debitorëve? Në fakt, unë dua ta nis me paqen fiskale që qeveria premtoi gjatë fushatës, e cila ishte kundraligjshme, dhe tani pas paqes fiskale, pasi mbaruan zgjedhjet, filloi me prishjen e bizneseve të vogla në jal dhe në dhërmi. Kështu që mendoj që kjo paqja fiskale e kryeministrit e premtuar e ka nisur nga ana e mbrapsht. Ndërsa përsa i përket kësaj marrëveshje që ka bërë me drejtorinë e tatimeve, unë mendoj që kjo pothuajse është e pamundur në këtë formë, e të cilën këta po e mendojnë që ta studiojnë dhe ta vjelin, sepse nëse kemi 1.000 lekë, mbi 1.000 lekë të reja debi, nga të gjithë bizneset të vogla dhe për faljen e këtyre gjëra është e pamundur duke filluar nga ana logjistike. Pse? Po sepse edhe unë sot, unë e çel sabahin, domethënë kafen, e mëngjesit unë e pi me një gjob mbi makinë, o nga policia bashkiake ose nga policia rrugore. Kështu që është e pamundur, si ne të tre që jemi sot në studio, është e pamundur që një herë në 2 ditë mos të kemi një gjob, të paktën te makina. Kjo është e vërtetë. Numri i makinave është shumë i lartë dhe është e pamundur edhe nga ana logjistike që ti të konfiskosh makinën e para. E dyta, unë jam një sipërmarrëse personalisht dhe kam një biznes shërbimi. Që do të thotë makinat në të gjitha llojet e biznesit janë shumë të nevojshme. Mirë po, në bizneset e shërbimit je gjithë ditën me makinë sepse je në lëvizje për pjesën e shërbimeve. Dhe nëse mua konfiskohet makina personalisht ose edhe makinat e punës, do të thotë që biznesi ato ditë pa makinën stagnacion. Nuk ka as shitje, as blerje, sepse kjo është një retail, kur në momentin që një zinxhir, në momentin që të prishet një hallk, do bjerë i gjithë biznesi. Po pse po e studiojnë këtë masë atëherë? Këta, unë mendoj që këtu ka vetëm një format të cilin këta ndoshta mundet që të bëjnë ndonjë marrëveshje me bankat e nivelit të dytë, që të mund të e ka edhe bashkia, do më thënë këtë pjesën që mund të ngritë qik llogarit dhe ndoshta ta marrin nëpërmjet llogarive të brendshme, por jo për të konfiskuar makinën, është një, do më thënë unë e quaj një nonsens. E kuptoj. Është nonsens ju si e shihni, nonsens apo mund të shkohet me të vërtet tek sekuestrimi i automjeteve? Duke parë që ka ndodhur këto 6 muaj me paqen fiskale, me amnistin fiskale, me amnistit shumë tjera të cilët u premtuan para në fushatës nga 2 kampet, po më shumë të krau i qeverisë që tani është, që janë 2 gjëra. Ose ajo thjesht ka qenë për fushat elektorale në shërbim të votave, ose e dyta pastaj jemi ndoshta në procedurat e studimit të paqes fiskale edhe të amnistisë fiskale, të cilët e bëjnë administratën tatimore me 2 fjalë të kapim çat kapim nga detyrimi tatimor i cili është tani. Problemi i marrëveshjeve që ka drejtoria e përgjithshme të tatimeve me drejtorinë e transportit për konfiskimin e automjeteve, kjo faktikisht më duket diçka në një farë mënyre e pamundur. E para herë që gjithë procedura e mbledhjes borxhit tatimor, që është alga e fundit pastaj konfiskimi dhe sekuestrimi dhe konfiskimi, ka një procedurë shumë të gjatë, shumë të ndërlikuar, janë hapa që do të merren njëra pas tjetrës. Por e lejon ligji? Ligji e lejon. Ligji e lejon deri në sekuestrim, konfiskim. Po janë hapa që duhen marrë përpara. Ligji lejon konfiskimin dhe sekuestrimi duhet
Pikë së pari do të vlejë vetëm për borxhet jo më të hershme se 5 vite. Janë vetëm 5 vite fundit, sepse ka një ligj për parashkrimin e detyrimeve që është 5 vjeçare. Dhe nëse ti nuk e marr masë siguruese për këtë detyrim tatimor të pramendshëm, atëherë këto detyrime nuk mund të nënshtrohen më sekuestrimit dhe konfiskimit. Ndërpritet hallka. Është vetëm ky 5 vjeçari. Ne kemi qenë bashkë në studio dhe ju keni thënë që është shumë e vështirë që të shkohet tek mbledhja e gjithë këtij borxhi, pavarësisht se ekziston. Po flasim për makina që është akoma më e vështirë. Akoma më e vështirë. Sepse mirë që i mlodhe, pastaj do të krijosh një sistem të tërë e para një herë ku do t'i vendosësh, ku do t'i pjesa logjistike, është e pamundur. Është e pamundur. Ne ka probleme sot Ministria e Rendit që merret, komisariati që merret me gjobet e makina, ato kanë probleme tani me makinat e sekuestruara që nuk kanë ambiente për t'i përshtatshme. Pastaj do kalojmë ke hallka tjetër, që do ngrenë grupe komisioni, që do bëhet vlerësimi, do dalin ankand. Këto janë një çik. Pse e hedhin për diskutim këtë që mund sekuestrohen dhe automjetet? Po sepse ja lejon ligje dhe kjo në farë mënyre administrata tatimore e bën këtë lloj politike edhe për të ndërgjegjësuar njerëzit të cilët ato duhet të paguajnë në mënyrë vullnetare detyrimet tatimore për cilën ato kanë bërë deklarime. Nëse ti ke bërë një deklaratë dhe ke nxjerrë një detyrim të cilin duhet ta paguash, atëherë kjo është një lloj mënyre, po themi presioni ose ndërgjegjësimi që ti duhet ta paguash këtë detyrim. Nëse ti nuk e paguan, pastaj është gjithë hallka e tjetër që fillon me bllokimin e llogarive bankare, me plotësimin e masave të sigurimit, me hipotekat, me makinat, nuk është vetëm mjetet, ai mund të konfiskoj edhe të sekuestroj dhe konfiskoj pastaj edhe pjesën e çdo, po themi, aktivi, shtëpi, dyqan që ti ke të regjistruar, po. Shkon deri aty, në varësi, pastaj gjithmonë se e përmendën fillim ti në bazë një lloj analize risku. Jo çdo kush në fjalë, nuk mund të bëhet në mënyrë masive sepse ajo krijon probleme të mëdha sociale. Të shkojmë deri në atë pikë, pa diskutim. Ne kemi grupe pune për të bërë analizë risku për çdo subjekt. Ka detyrim ligjor që administrata tatimore duhet të bëjë analizë risku çdo vit për gjithë detyrimet që lindin çdo vit, ai duhet të bëjë një analizë risku për të gjithë debitorët që shtohen në vit. Kush janë këto debitorë, nga se kanë ardhur, kush janë më të mëdhaja, si paguese, janë shumë lloj. E kuptoj. Zonja Gjuriqi, si shkuam nga amnistia tek tani na duhet borxhi? Pra një herë tham para rreth një muaji që do bëjmë amnisti, tani themi që dëgjoj na duhet borxhi, për ndryshe do sekuestrohen asetet. Sembi, duke parë historikun e kësaj qeverie, 12 vjeçare, gjithmonë para zgjedhjeve, domethënë gjatë fushatës, e ka marrë me premtime të tilla, ndoshta ka shkuar edhe deri në ofendime edhe për popullin, dhe sapo ka mbaruar fushata dhe ky ka marrë mandatet e duhura për të qeverisur, ka filluar me planet e tij, të cilat unë e shoh në syrin tim që nuk janë plane afatgjate për një mirë qeverisje, por thjesht janë plane për një shpopullim. Sepse një taksim i tillë, nuk bizneset e vogla që nga 2013 deri në 2025 ne kemi përgjysmim të bizneseve të vogla. Domethënë, numri i bizneseve të vogla në 2013 ka qenë 185 ose 95.000, ndërkohë sot është pothuajse 103.000. Çfarë ka ndodhur që janë mbyllur mbi 90.000? E para njëherë rritja e taksave. Rritja e taksave ka ndikuar që shumë nga këto biznese, sepse bizneset e vogla 1 deri në 5 punëtorë kanë të brendshëm. Domethënë nuk është se kanë fuqi punëtore shumë të madhe, mirë, po rritja e taksave ka ndikuar që ato të mbyllin qepenat. Gjithashtu, për shumë bizneset të cilat operojnë në pjesën e import-eksport, ka ndikuar në mënyrë të jashtëzakonshme rënja e euros. Gjithashtu mungesa e fuqisë punëtore, mendoj që ka qenë dhe është një fenomen, pavarësisht se kemi kryeministri e pompon situatën që ne mund të marrim punëtor të huaj, mirë po për një biznes të vogël është një kosto shumë e lartë, që ti të marrësh punëtor të huaj duke qenë që kanë kosto vjetore, kosto mirëmbajtje dhe shumë kosto të tjera të cilat nuk është se janë të ekspozuar, mirë po që vetëm bizneset e vogla e dinë se çfarë kostoja është.
Gjithashtu mendoj që edhe ka ndikuar shumë rënja e fuqisë blerëse. Rënja e fuqisë blerëse. Absolutisht, të gjitha bizneset e vogla sot nuk kemi më shumë njerëz apo nuk kemi para? Nuk ka para, por edhe shpopullimi kanë bërë pjesën e vet, por dhe para nuk ka, sepse ne kemi 800.000 pensionistë. Afërsisht. Domethënë te kjo plus minus dhe pensioni mesatar është 100 euro. Llogarit i bëjmë gjithë secili në shtëpinë tonë se çfarë mund të blejmë me 100 euro. Rritja e energjisë. Ne jemi një vend i cili prodhon energji, por në fakt asnjëherë nuk kemi energji. E dyta, çmimi i energjisë vetëm është rritur. Për një familje që ka 2 pensionistë, nëse nuk ka remitanca është e pamundur që të dalë në fund të muajit. Ju keni, siç e thatë edhe pak më herët, një biznes tuaj në shërbimesh. Kur dëgjoni këtë që do të mund të shkohet deri në sekuestrim asetesh apo aktivesh, siç tha edhe zoti Zepishta, si ndiheni kur dëgjoni këtë lloj qasjeje ndaj vjeljes borxhit? Në fakt, jo vetëm këtë që ka dalë tani, sepse me qeverinë tonë për herë si biznesi edhe njerëzit e lirë janë të pasiguruar, nuk janë të sigurt në asnjë hap të cilët hedhin. Por unë po e marr tek familja ime, ne për ditë diskutojmë që duhet patjetër që të ikim nga ky vend. Vetëm nga mënyra se si janë bërë të gjitha politikat. Asnjë lloj politike nuk është në ndihmë të biznesit. Sidomos të biznesit vogël dhe të biznesit mesëm. Sepse ti që ndikon te kjo pjesë, ndikon dhe rritja e qerave. Ne dim se sa ka shkuar 1 metër katror për ta blerë nuk është e pamundur që të blesh një si biznesi, por dhe për ta paguar një qira. Është e pamundur me të gjitha të ardhurat që ti çosh në zërat e duhur që të kesh një fitim neto mujor. E kuptoj. Kështu që më mirë është që ti vesh qepenin edhe rreth 120 milion euro nga shifrat që kemi nxjerr, nga këto detyrimet biznesit janë procese gjyqësore. Pra në thelb ankimimet të bizneseve ndaj vendimeve të tatimeve. Por gjykatat administrative kanë problematika shumë të mëdha aktualisht që flasim. Çfarë ju thonë bizneset e vogla sa i përket ankimimeve apo të mesme që bëjnë në gjykata administrative? Domethënë, se mu më vjen përqeshur sa herë përmendet pjesa e gjykatës, më thënë drejtën, duke qenë që kam edhe vetë një çështje aty që keni edhe vetë? Kam edhe vetë një çështje për punën. Sa vite keni? Që në 2018-ën, te gjykata e apelit, mirë po është i gjë e bukur se është dhënë vendimi në nëntor të vitit, se mjafton të vazhdojmë nga eksperiencat tona personale dhe dihet se çfarë bëhet pastaj me të gjithë sistemin. Dhe në nëntor është dhënë vendimi, por akoma nuk është zbardhur çështja, që do të thotë ligji e ka brenda 2 muajve. Në nëntor të këtij viti? Po, në nëntor të vitit kaluar dhe ligji e ka që duhet patjetër brenda 2 muajve të zbardhet çështja. Ndërkohë unë vazhdoj edhe shkoj dhe kërkon zbardhjen e vendimit dhe vendimi nuk tjetër. Nuk është zbardhur akoma. Nga 2018 deri më sot. Po. Është dhënë vendimi në nëntor të vitit 2024, mirë po, për të zbardhur pastaj si vendim, duhet ligji ka 2 muaj, maksimumi për brenda 60 ditëve. Ndërkohë unë kam sa i bie 9 muaj që dhe nuk e merr kush mundimin që si sheh këto raste zoti Zepishta? Këto raste në një farë mënyre edhe në gjithë opinionet që jipen të bërit biznes Shqipëri, është kjo pjesa e cila e klasifikon Shqipërinë si një vend jo fort të përshtatshëm për të bërë biznes. Sepse vendimet e gjykatave janë absolutisht një nga rolet dhe faktorët kryesorë në të bërit biznes. Nëse ti nuk gjen dot drejtësinë as tek vendimet e gjykatave, sa edhe të huajt kur thënë e fundit fare janë 2 çështje që janë kryesore, prona 1 edhe vendimet e gjykatave 2. Të janë 2 kryesorët, pastaj pjesa e taksave të tjera janë një çik më lojale, janë më të lëvizshme dhe bëhen llogarit më thjesht. Por ti kur shkon në një problematik, në një ngërç që duhet ta zgjidhësh problemin me vendimin e gjykatës, pastaj aty kjo lën shumë për të dëshiruar, prandaj bëhet Shqipëria në një farë mënyrë një vend jo shumë i sigurt për të bërë biznes, sepse nuk gjen dot drejtësinë e duhur edhe në kohën e duhur. Nuk është thjesht si jemi në krahasim me rajonin për të bërë biznes. Ku shkon Maqedoni, po themi, apo ku shkon Kosovë? Kosova dhe Maqedonia janë shumë të lehta, edhe ligjet fiskale aty janë shumë të lehta, edhe ligjet fiskale janë shumë të lehta, është shumë e thjeshtë, janë më të thjeshta, ne kemi shumë përjashtime, kemi shumë shkallë tatimore, kemi shumë intervale taksash me 0, me 20, me 23, me 13,
Ndërsa shtetet tjera kanë më fikse, janë shumë më stabil në aspektin e ligjeve fiskale. Kjo e bën patjetër më të lehtë pjesën e një aktiviteti tregtar biznesi për të hyrë në atë treg. Ju jeni profesionist fushë, po atëherë pse i bëjmë kështu të shkallëzuara ne këto? Pse nuk i bëjmë edhe ne thjesht? Ose gjithmonë ligjet si duket janë ndërtohen, ne kemi pas problematikë edhe më përpara. Ligjet ndërtohen edhe mbi bazën e klaneve të caktuar që të përfitojnë në një farë mënyrë një pjesë e caktuar. Edhe ligjet bëhen edhe për efekt të fushatave elektorale që ti të mbledhësh sa më shumë vota, duke e përjashtuar një shtresë të shoqërisë nga taksat në një farë mënyrë. Pavarësisht po të bëjmë kalkulimet që kjo është pozitive apo është në të mirë apo është në keq, pa diskutim neve si profesionistë themi që kjo nuk është në të mirë e një bërit biznes të drejtë në Shqipëri. Kjo patjetër do të japi problematika në Zoti Zepishta, edhe që publiku që për ta sqaruar dhe publiku në këto momente, si u mblodh ky borxh 1.6 miliardë euro? Borxhet janë këto problematika, dalim ke tema e ditës në farë mënyre që kishte lidhje me marrëveshjen e drejtorisë tatimeve me drejtorinë e transportit. Nëse kujtojmë muaj maj pati një problematik rritja shumë e madhe e detyrimeve të parambledhura vetëm për efekt të muajit maj, në cilën thanë që e vunë efektin edhe për efekt të zgjedhjeve të majit, edhe për efekt të atyre premtimeve që u thamë për paqe fiskale dhe amnistie fiskale. Si duket administratës tatimore në farë mënyre i doli nga kontrolli kjo pjesë e mbledhjes së detyrimeve tatimor, jo thjesht doli nga kontrolli, po njerëzit edhe u çoroditën, çka është e vërtet. Atëherë çfarë duhet gjejmë një mënyrë që ne ta mbledhim sa më thjesht, sa më pak kosto, dhe unë mendoj që kjo është mënyra. Atëherë do të fillojmë në mënyrë presionit edhe mediatik, për të thënë që detyrimet, çfarë janë detyrimet duhet të mblidhen, paqja fiskale do të studiohet ndoshta në parlamentin e ardhshëm. Ky parlament nuk merr dot më vendime qoftë për paqe fiskale, për amnistie fiskale. Po themi që unë më tepër mendoj që kjo është mënyrë për ta vendosur tatim-paguesit ose për të tërhequr vëmendjen atyre që detyrimet tatimore duhen paguar, sepse doli në farë mënyrë nga kontrolli gjithë kjo rritje e detyrimeve galopante për muajin maj ishte në shifra të frikshme. Pastaj pjesa e detyrimeve që rriten vit pas viti, e cila ka shkuar deri tani në shifrën 1.6 miliard dollar euro, euro ose dollar. Kjo duhet të analizuar, kemi thënë edhe herë tjetër, duhet analizuar kush përfshihet në këtë, sa janë detyrime, sa është interesi, se nuk janë thjesht detyrime, janë dhe gjoba dhe kamatvonesa edhe gjoba. Për të ndalur pak tek kamatvоnesat, po se kjo që thatë ju, po thuaj se 40% e borxhit janë kamatvonesa. Si ta kuptojmë këtë shifër? Ajo që folem deri tani, që do të thotë bizneset duke qenë në vështirësi financiare e kanë pasur të pamundur që të mbyllin të gjitha detyrimet ndaj tatimeve. Dhe në momentin që ti nuk ke mbyllur një detyrim në kohën e duhur, ti ke një kamatvоnesë, e cila nëse ose mund të vijë si gjob, si flet gjob, ose mund të vijë si përqindje nëse ti ke kontributet dhe domethënë kontributet sigurimeve shoqërore të papaguar. Dhe sa më shumë të mbartet kjo kamatvоnesë, domethënë aq më shumë do shtohet. Duke qenë që unë jam në biznes, qeveria aktualisht ka futur edhe një gap që mua më ka bërë shumë përshtypje në lidhje me pagesën e Igli, besoj është ndjeni me pagesën e qërave. Nëse ti nuk bën pagesën e qëras brenda muajit, domethënë brenda muajit aktual, e supozojmë jemi tani në muajin qershor dhe nëse ti nuk likuidon qërat brenda muajit qershor, ti do marrësh një gjob, sepse nuk ke mundësi që të deklarosh pjesën e fitimit mbi pronën. Dhe unë mendoj që kjo është e padrejtë, sepse llojet e bizneset janë të ndryshme dhe oscilacionet e të ardhurat të bizneseve janë të ndryshme në periudha të ndryshme. Nëse ne marrim një biznes i cili operon në turizëm, 6 muajt nëse nga maj deri në tetor, bizneset e turizmit të ardhurat i kanë shumë më të larta në muajt e verës. Që do të thotë për bizneset të cilat pothuajse janë në gjumë, gjatë 6 muajve tjera, është e pamundur ndoshta që ata të jenë koherent me pjesën e pagesës qërave ose pagesave tjera të bizneseve.
Dhe mendoj që këto janë disa politikat të cilat vetëm po e futin dhe kanë futur në vështirësi shumë të madhe financiare, biznesin, sidomos biznesin e vogël dhe të mesëm, të cilët nuk është se gjenerojnë të ardhura shumë të mëdhaja. Gjenerojnë të ardhura sa të nxjerrin rroga mesatare për të bërë një jetë normale. E kuptoj. Për shembull, borxhi me vjetërsi mbi 2 vjet është 84.7% ndaj totalit të stokut. Pra, thuaj se 1.4 miliard euro borxh ka mosh mbi 2 vjeçare. Është i rekuperueshëm? Me këto lloj politikash të cilat po bën dhe po mundohet që ti miratoj dhe ti menaxhoj qeveria, unë mendoj që është e pamundur. Pastaj, qeveria gjatë këtij 12 vjeçar i ka pompuar që më vjen çudi nga i ka dalë ky borxh, domethënë tani. Sepse sipas asaj që ne dëgjojmë dhe pompohet nga qeveria, ne jetojmë në parajsa fiskale aktualisht. Kështu që nuk e kuptoj nga i kanë dalë duke qenë që administrata tatimore mund të jetë 2 fishuar ose 3 fishuar. Se kuptoj nga ose ky borxh është likuiduar, por është likuiduar në dorë administratës tatimore dhe ka matë vonesa gjobat, pastaj në sistem kanë avancuar. Gjobat, faktikisht, këto gjobat të sistemit, pak të në çfarë jemi ne ndjeni, janë gjobat që i datojnë që nga 2009-an. 2009-an? Po, 2009-an. Janë gjoba që kanë filluar që me mos përdorime pajisje fiskale edhe mos pajisje fiskale të vitit 2009. Janë gjoba që janë akoma sistem të 2009-2010-ës. Gjoba përfshin detyrimin, përfshin gjoba të vendosura, me fjalë ato çka ti ke deklaruar dhe nuk ke mujtur do t'i paguash. Janë gjoba të vendosura nga administrata tatimore për shkelje të ndryshme, po të themi punonjës pa deklaruar, mos lëshim kuponit tatimor, mos pajisje fiskale. Janë gjoba të vendosura nga kontrollet e ushtruara nga administrata tatimore, që përfshin bizneset të mëdha, gjoba të VSH, gjoba të infitime, diçka. Në të dhënat që kanë dalë, nga gjithë ky borxh 1.6 miliard, me sa më kujtohet, vetëm detyrimi që presupozohet të jetë i mbledhshëm është diku ke 460 milion euro, maksimalisht. Pjesa tjetër, po flasim për amnistin fiskale, pjesa tjetër pastaj janë gjoba që duhet të kalojnë nëpërmjet të falen nëpërmjet amnistisë. Pjesa e mbledhshme e gjithë të detyrimi maksimalisht shkon te 460 milionë euro. 460 milionë euro janë detyrime. Pjesa tjetër pastaj janë gjoba, ka mosvonesa, gjoba të vendosura nga gjobat sistemit, po të themi, ne i themi gjobat sistemi, pastaj edhe gjobat vendosura nga administratat tatimore për shkelje të ndryshme të procedurave tatimore. Kështu që ne i mshojmë gjithmonë një amnistie e cila për mua do jetë momenti i fundit në cilën mund të, nëse do ketë ndonjëherë amnisti gjithë përfshirë në Shqipëri, në cilën ne mund ta fillojmë në një farë mënyrë nga viti 0, sepse me përmbushjen e kushteve për hyrjen në Bashkimin Evropian për të mbyllur gjithë kapitujt, që nga ai momenti pastaj nuk do të kesh më mundësi të bësh më amnisti fiskale. Nëse është hapi i fundit për mua do jetë viti 2000. Sa vota mund të dojë amnistia fiskale? Si? Sa vota do? Jo, amnistia pastaj sepse mund të ketë amnisti që do të preki edhe procedurat po themi ligjet e kalon dot me 84, pastaj duhet edhe 84 vota ka. Një amnistie thjesht shkon me 71 vota, pastaj nëse preken edhe ligje të tjera shkon edhe me 84 vota. Nëse prek ligjin e po themi kodin civila që janë kodin penal. Përpara se ta mbyllim pjesën e parë dhe t'ja jap fjalën edhe zonjës Gjyriçi, kam një pyetje. Po flasim për gjoba, ka matvonesa, po flasim për TVSH, tatim fitimi, borxhe me vjetërsi të madhe etj. Biznesi vogël apo biznesi i mesëm, në fund fare, kur bën gjithë to letra, ka fitim apo nuk ka? Apo thjesht mban veten në këmbë? Se ju duhet ta dini më mirë. Normalisht, po themi në gjatë gjithë këtyre viteve, sidomos në 3-4 vitet e fundit, ne kemi vënë re diçka. Po shuhet shtresa e mesme. Po shuhet shtresa e mesme. Nuk ka më shtresë mesme. Çfarë kuptoni ju kur thoni shuhet shtresa e mesme? Në farë mënyrë një profesionist, një biznes po themi i suksesshëm në fushën e vet, qoftë edhe tregtar, në farë mënyrë edhe shërbimesh, nuk ka më aq fitim se sa ai të justifikoj punën që ai bën, gjithë profesionin që ai ka mbledhur gjatë këtyre viteve, në mënyrë që të mbledhi në farë mënyrë të kursej aq para sa që të bëjë një palë pushime të mira,
që të shpenzoj disa para më shumë për veshje pak më të mira, të dalë një fundjavë më tepër, pak a shumë po bie kjo lloj shtrese edhe njerëzit nuk kanë më aq para në përduar për të bërë gjithë për të justifikuar në farë mënyrë gjithë punën e tyre gjatë këtyre viteve. Kështu që mendoj që ka nevojë për ndryshimet fiskale ligjore që një lloj mbështetje më e madhe duhet të jepet biznesit vogël akoma, pavarësisht se biznesi vogël sot ne e themi që taksa është zero, nuk paguajnë taksa, nuk kanë detyrime të tjera. Po mos harrojmë që nuk është thjesht vetëm taksa të bërë biznes. Ne nuk po i bëjmë taksat, ai është mirë. Janë rritur në mënyrë të tmerrshme kostot e mbajtjes në biznesi. Është rritur qiraja, janë rrit kostot e punës, janë rrit kostot e profesioneve, janë rrit çdo kosto tjetër. Nuk është thjesht që ti nuk paguan një tatim sa mund të jetë ai në vit, sa do vendoset, kur të vendoset pastaj. Problemi është që janë rritur gjithë kostot e tjera sa që e vendosin biznesin në vështirësi. Janë këto kosto që vendosim biznesin në vështirësi. E kuptoj. Pak më herët ju folët për tatimet, por të ndalemi pak edhe tek Bashkia e Tiranës. Shumë biznese janë nxjerrë debitore për shkak të ndryshimit nivelit xhiros. E keni hasur? Në fakt e kam hasur disi dhe kam parë që unë nuk e kuptoj se me çfarë sistemi punon Bashkia e Tiranës në fakt, sepse në momentin që një biznes ka likuiduar të gjitha detyrimet që ka pasur, nuk ka pse të dalin debitor duke qenë që mjafton një rakordim mes dy statement, domethënë asaj që është paguar dhe asaj që nuk është paguar, por me sa duket tani e kanë bërë proces pune që të mundohen të sorollasin, të lodhin njerëzit, të lodhin biznesmenet. Jo nëse ti ke ankesa, mund të shkosh te... Çfarë përfitojnë me këtë? Është një drejtori apelit, ndoshta Igli mund ta di dhe më mirë, por kam parë që ajo drejtori nuk ekziston fare, pothuajse që në 2018 është inekzistente. Nëse ne si biznesmen duhet të, për mua personalisht më mirë është paguaj ato taksa që ti duhet t'i paguash dhe ato gjoba dhe mos shko t'hapush procese gjyqësore, mos shko sepse do të shkoj 4 fish. Të shkon 4 fish. Të shkon 4 fish kjo gjobë. është e pamundur që në të gjitha sportelet e mundshme ti të kryesh punë, domethënë në momentin e parë që ti shkon. Pra në qoftë se ke një gjob nga bashkia, po themi, apo një debi e tjerë, në qoftë se shkon për t'u ankuar, çfarë ndodh atëherë? Nuk, ata jo po të del kështu, domethënë fillojnë me ato që nuk respektojnë atë punë për të cilën paguhen. Dhe jo e ke këtu, jo e ke të sorollasin, nëse ti nuk je dakord me ato, hap një çështje gjyqësore, mirë po është e pamundur që ti dhe pastaj do bësh të pamundurën të marrësh ndoshta lek nga buxheti i familjes që ti paguash këto gjoba dhe mos të sorollatësh në këtë format. Sepse një çështje gjyqësore që unë e kam parë sa jam sorollatur, domethënë pastaj te biznesi nuk i le fare hapësira që të shkojnë në përdyert, qoftë në bashki, qoftë edhe në për këto drejtoritë të tyre të cilat janë të apelit. E kuptoj. Ndalemi në një hapësirë reklamash dhe vim sërish në pjesën e dytë të nderuar teleshikues. Rikthehemi të nderuar teleshikues në këtë pjesë të dytë, jemi duke folur sa i përket bizneseve debitore. Jam në studio me zonjën Blerina Gjyriqi nga shoqata e biznesit të vogël, si edhe kontabilistin Igli Zepishta. Igli, po e nisim së bashku këtë pjesë të dytë. 1.2 miliardë euro e këtij borxhi i takojnë subjekteve pasive. Nga 181.000 në total, 60% e kompanive debitore janë inaktive. Çfarë na thot kjo shifër? Saktë. Kështu që kjo tregon që jo gjithë ky borxh në një farë mënyrë është real. Nuk është kuptimi që është një detyrim në të cilën ti e ke deklaruar edhe nuk e ke paguar. Okej. Kjo do të thotë sepse në gjithë procedura e hapjes një biznesi, e deklarimit, e mbylljes, e kufizimeve që kanë në mbyllje, gjithçka ka shtuar atë borxh që është tani. Dikur një biznes nëse nuk kishte mundësi të ushtronte më aktivitetin. Diku duhet të ketë qenë viti 2021, më duket, ndoshta pak më përpara, nëse unë kam një biznes. Për çfarë lloj arsye unë nuk kam mundësi do ta ushtroj aktivitetin, edhe nuk kam aftësi do të paguaset të kryej të likuidoj detyrimin tani, po mund ta likuidoj detyrimin në një moment të dytë. Kam 100.000 lekë detyrim. Atëherë me ligjin e ri, ti nuk mund bësh dot pezullim aktiviteti, ta kalosh vetë
pasiv aktivitetin dhe që nga i momenti të tërpresish detyrimet, që do të thotë të tërpresish deklarimet dhe rritin e detyrimeve a priori, në të kota, sepse ti nuk po zhvillon aktivitet. Që momenti që hyri ky ligj, atëherë shumë subjekte të tilla që ishin në pamundësi për të paguar detyrimet, nuk mund të bëjshin dot kalimin në pasiv në QGB të aktivitetet të tyre. Edhe që nga ky moment deklarimet fillojnë dhe ecin automatikisht, edhe shtohen gjoba dhe detyrimet në mënyrë, po themi, fiktive. Nuk janë detyrime që kanë lindur thjesht nga puna edhe nga deklarimi që ti ke bërë një punë, nuk ke deklaruar dhe nuk ke pamundësi. Po këto kanë lindur nga një ngërç i ligjit që është vendosur që atëherë, po themi që në moment, unë nuk punoj, atëherë nuk ka pse në momentin që unë nuk punoj, detyrimet dhe deklarimet fillojnë të ecin. Dhe një pjesë e madhe e detyrimeve, shumë po themi, sepse edhe kemi edhe nga provat personale, kanë lindur edhe për këtë shkak. E kuptoj. Që është një problem më vete, nuk e di si mund të zgjidhet, po ky është një problem i madh. Është e vërtet, sepse edhe unë po e nis nga eksperienca ime personale, unë kam pasur networkët e mia të cilët nuk kanë mundur që ta çojnë biznesin dhe kanë shpallur faliment. Mirë po e kanë pasur pa mundur që këto ta mbyllin për shkak të mos likuidimit të pagesave. Dhe kjo ndodh rëndom, me cila tregon edhe shifrën e cila. Ndërkohë gjoba dhe kamat vonesat vazhdojnë në sistem pavarësisht se ti nuk e pasur mundësi likuiduese. Ti mund të jesh Jo vazhdojnë, ato rriten. Rriten, vazhdojnë progresive. Po, kanë një rritje progresive. Ti pastaj je në një moment që mirë, duke qenë se është vetëm 100.000 lekë detyrimi, ti e mendon dhe kalkulon që okej, do ketë 100.000 lekë do ta paguaj. Po kur ti shkon mas një viti, mas 2 vjetër, sepse atëherë ke krijuar mundësinë për të paguar dhe shef që ky 100.000 lekë është bërë 500.000 lekë, atëherë thuhet ç'ta paguaj kot me fjalë, po. Janë edhe këto problematika. Janë problematika, sepse pastaj ti nuk do kesh mundësi në asnjë lloj formati, as të hapësh biznes tjetër në moment që ti je debitor. Ju thatë pak më herët janë përgjysmuar bizneset e vogla. Ka ndodhur kjo në këtë lloj rasti, për shembull, nuk kam pasur mundësi për ta paguar një borxh, një diçka, kam mbyllur biznesin dhe tani kjo rritet. Ka ndodhur. Të thash, kam në raste të mia personale, të cilat unë kam biseduar dhe ata nuk kanë pasur mundësi likuiditeti dhe vazhdojnë të jenë akoma debitor, varet domethënë sa ka shkuar, se është. Çfarë penaliteti ka? Duhet patjetër që ti, nëse ti do që të shpallësh falimentin, të mbyllësh biznesin, duhet patjetër që ti të kesh likuiduar të gjitha detyrimet me tatimet me shtetin, mos kesh asnjë lloj detyrimi. Në moment që ti nuk ke mbyllur detyrimet, ti supozohet që po vazhdon ke aktivitet, ndërkohë që pasqyrat financiare ke me aktivitet zero, sepse nuk është pezulluar si aktivitet. E kuptoj. Dalemi pak tek një pikë tjetër. Kemi pasur një aksion kundër evazionit në paga. Po të shohim me kujdes, nuk ka prodhuar më shumë se 7 milion euro të ardhura në buxhet. Në krahun tjetër, në qoftë se nga intervistat ndryshme që kemi pasur në MCN, një nga problemet që kanë edhe shumë punëmarrës, thonë që ne kemi paga të ulta. Është realisht problemi i pagave të ulta, mos deklarimi i pagave në krahun tjetër, ndër problemet kryesore të bizneseve? Unë mendoj që ky është në fakt një problem, mirëpo nuk mendoj që këtë problem kaq të madh me deklarimin e pagave vjen nga bizneset e vogla dhe bizneset e mesme, sepse ne e dimë që xhiroja bizneseve të vogla është 1.4, domethënë 140 milion vjetra. Mirëpo ky problem i mos deklarimit të pagave vjen nga bizneset e mëdha, të cilat kanë fuqi dhe likuiduese, por dhe kanë mundësi që ti deklarojnë. Kështu që unë mendoj që qeveria duhet kishte marrë pasqyrat financiare të bizneseve ose në thojza oligarkëve, ti kontrollonte pasqyrat financiare dhe ta niste, domethënë këtë mbushje të kësaj hapësire, ta niste nga bizneset e mëdhaja. Jo të kapte bizneset e vogla, sepse ne i dim bizneset e qarkullimin se sa është. Dhe është e pamundur që një biznes i madh, një CFO, ndoshta ta paguaj me 70.000 lekë, që është qesharake. Mirë po, edhe unë i kam kaluar, ndoshta si igli në përduar këto pasqyra financiare dhe kam parë që deklarimet janë marramendse. Mirë po, qeveria pas 12 viteve në pushtet, nuk i bie në mend tani që nuk deklarojnë. Ajo duhet ishte parë që në 2013, me qenë se ti e more pushtetin për ta rregulluar, se normalisht çdo qeveri ka gabimet e saj, se nuk i hapi këto pasqyra financiare të bizneseve të atyre që kanë qarkullimin më të madh.
në vendin tonë. Do të shohësh deklarimet, po se ndoshta janë interesat të tjerë personal të cilët nuk ju interesojnë që të deklarojnë. Se sa më pak deklarimet, normalisht fitimi është e sheh kësaj faktin që kur sheh pasqyrën financiare duket aty domethënë që ky person me këtë rrok kaq tulet po bën ka këtë pozicion pune, po themi ka një lloj në deklarimi. Tani sot mendohet që evazioni në pagat jetë diku tek 30% që mendohet. Kaq flitet që është 30%, e cila nuk është një shifër e vogël dhe që nuk duhet marrë në konsiderat. Megjithatë, jo çdo gjë ndryshon me buton, me çelës, sepse paga është e lidhur me shumë faktorë të tjerë, me të gjithë kostot që vinë më mbrapa. Ato kanë krijuar, qeveria ka ndjekur rrugën e saj për ta bërë sa më të mundur ose sa më të kapshme, po të themi, arritjen e deklarimit të pagave reale. E para duke ushtruar një presion, e dyta duke ngritur her pas here nivelin e pagës minimale. Paga minimale në 2 vjet u rrit njëherë nga 30 u rrit 40%, brenda vitit u rrit 30-40 se ishte 26, u rrit gati 50% për 2 vjet deklarimi i pagës minimale. Kështu që ajo gjen disa forma në një farë mënyrë presioni qoftë edhe ligjore për ta arritur nivelin e deklarimit real të pagave, e cila është e vështirë që të kontrollohet, është e vështirë që të menaxhohet, nuk është kollaj, sepse kërkon shumë të dhëna, shumë hetime që ti të marrësh një vendim të drejtë për ta penalizuar ose për ta detyruar biznesin që të deklarojë pagën e saj. Po themi që edhe rezultatet e 4 mujorit të realizimin e të ardhurave për sigurimet shoqërore, po të shohim janë të kënaqshme, me ato që janë mbi planin, janë goxha mbi vitin e kaluar, do të thotë që edhe biznesi në një farë mënyrë ka reaguar pozitivisht edhe ndaj kërkesave të administratës hetimore, edhe ndaj, po themi, edhe presionit që ka ushtruar, duke thënë që do jeni në vëzhgim, do jeni në kontrole, do jeni gjithçka. Po ky është proces që nuk mund të kufizohet në kohë, duhet në vazhdimsi, hap pas hapi, gjithsa është e vërtetë që pagat në një farë mënyrë të deklarohen, se ndoshta 100% ne nuk mund të pretendojmë që të deklarohen, po të paktën të jenë diku tek pagat reale të përafërta, edhe për mos ta cënuar të drejtat e punonjësit për të përfituar mbi pagën dhe gjithë benefitet që përfiton ai mbi pagën, qoftë edhe për një kredi, qoftë edhe për sigurimet shoqërore, edhe për pensione, për gjithçka tjetër. Sepse është një element i ndërthuraj, nuk është aq e thjeshtë si çdo tatim tjetër që ti ushtron një presion edhe kontrolle. Kjo është çik më e gjerë, është më specifike. Po deri diku ka arritur. Doja të shtoja diçka në fakt edhe te kjo pjesë. Në lidhje me rritjen e pagës minimale. Në fakt, paga minimale nuk mendoj që ka, rritja pagës minimale nuk mendoj që ka arritur ndonjë rezultat, sepse vazhdojnë bizneset edhe sillen rreth pagës minimale, por thjesht ka gjunjëzuar bizneset e vogla, sepse rritja pagës minimale ka rritur kontributet, se bizneset e vogla ne e tham, 1 deri në 3, maksimum 5 punonjës mund t'jenë. Por unë mendoj diçka, domethënë ndoshta mund të kërkoj shumë kohë për ta implementuar, por do ishte shumë e mirë sikur të gjitha, sidomos bizneset e mëdha të implementonin një strukturë që këto dhe shteti ta kishte më të kollajshme që ti bënte auditimin e pagave. Për shembull, një ekonomist nuk duhet të ketë një pagë dysheme ose domethënë të vendos sa që do ishte shumë e mirë dhe të vendos një strukturë të brendshme që CFO është nga ky nivel deri në këtë nivel, të paktën kështu ka funksionuar, sikur funksionon shteti. Nuk e di domethënë tani, por në kohë. Kam një pyetje për të dy se jemi në minutat e fundit. Mendoni i ka fuqinë e kartonave, 83, mund të bëhet edhe një 84, mendoni se do kaloj këtë mandat amnistia fiskale? Për të dy, po e nisme. Ju e thatë vetë që fuqinë ka, por që eksperienca ime, domethënë gjatë këtyre viteve të qeverisjes, më jep shumë dyshime që ai mund ta bëj këtë gjë. Nuk do ta bëj. Mendoj që jo.
Do më thënë më shumë... Unë kam me mendim pozitiv. Sepse e para ka shumë vite pa bërë një amnisti të plot fiskale. E dyta është momenti i fundit, që ka thamë fillim që neve jemi drejt Bashkimit Evropian në momenti i fundit që do ta bëj. E treta, do të çliroj shumë energji nga të gjithë një pjesë shumë e madhe penalizuese e personave fizik të cilët janë të penalizuar me gjoba dhe me kadhonesa. Do ngelet hatër dhe një pjesë tjetër që thotë ne kemi qenë të rregullt. Kjo do ndodhë me fjallë, se nuk ka, është e vërtet ajo që një pjesë është e rregull dhe ka dy anë, po mendoj që është i fundit dhe mas kësaj nuk do të ketë më, edhe çdo kush qeveri të vi, do të kërkoj të bëj një amnisti tjetër, do të ketë pothuajse të pamundur fare të kalojnë në amnisti tjera në Shqipëri. Pra ne po them ky është hapi i fundit. Pra për ta përsëritur edhe një herë atë që thatë, tani jemi në fund para se të hymë në BE dhe vetëm tani mund të. Vetëm tani është për paqen fiskale, se është viti 2026, pastaj në 2027 këto thonë që ne do të mbyllim gjithë kapitujt, edhe pastaj nuk do të ketë kohë më për amnistia fiskale, çdo lloj amnistie tjetër. Një bisedë që do ta bëjmë sërish. Kënaqësi që të kisha në studio. Faleminderit. Kënaqësi që ju kisha në studio. Zonja dhe zotrinj, ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.